Një dhe moderoj kërkuese Jonida Gashi, po sa për të bërë një hyrje dhe sa për të ftuar pianisten Ardita Bufaj, e cila do të interpretoj, do të filloj në fakt aktivitet me një interpretim, me një fragment nga Njeriu i Mirë, kompozuar nga Haik Zaharian dhe me orkestrimin e Klodian Qafokut. Ju uroj një takim të mbar. Faleminderit që keni ardhur. Përshëndetje të gjithëve dhe faleminderit që keni ardhur. Faleminderit Arditës edhe një herë. Ardita do luajë edhe një pjesë për ne në mbyllje të këtij eventi, të cilën do ta prezantoj vetë, kështu që nuk po e prezantoj unë tani. Siç tha Angela, unë jam Jonida Gashi, studiuese e imazhit lëvizës dhe kulturës pamore në Qendrën e Studimit të Arteve këtu në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Sot jam i mbledhur, që ju e dini gjithë se jam i mbledhur për të prezantuar librin e ri nga Irini Asqeri, me titull Enciklopedi e filmit shqiptar 1904-2022, Historia e Shqipërisë në syrin e kamerës. Së bashku me mua në panel ndodhen përveç Irinit, që është autorja e librit, edhe profesore asociuar Merita Sauku Bruci, e cila ka qenë konsulente shkencore e këtij punimi, si dhe recensentja e librit, autore e mirënjohur Natasha Lako. Me Irinin jemi takuar për herë të parë para 5 vjetësh, në mos gaboj, në arkivin qendror shtetëror të filmit. Irini punonte si arkiviste në AQSHF atëherë, dhe e mbaj mend që ti e kishe filluar, Irini, punën mbi këtë libër që atëherë, dhe ne kemi bërë një bisedë jo të shkurtër mbi disa aspekte teknike të punimit që kishin
të bënin me fusnotat, në mos gaboj. Më vjen shumë mirë që ritakohemi pas kaq shumë vitesh për të festuar përfundimet e punës tënde. Libri i rinit, të cilin unë e kam këtu në tavolinë, dhe kopjet të cilit mund t'i blini në përfundim të këtij eventi, te Tryeza, pak më poshtë, përbën një kontribut të vyer në kuadrin e botimeve me karakter enciklopedik mbi historinë e kinematografisë shqiptare. Ky libër vjen në vazhdën e vëllimeve të mëhershme me karakter bibliografik e enciklopedik nga autorë si Abbas Hado dhe Natasha Lako, që siç thash fatmirësisht e kemi sot mes nesh, e që do të thotë disa fjalë pak minuta më vonë. Libri i rinit vjen gjithashtu në një moment mjaft të mirë për qendrën e studimit të arteve. Në fund të muajit janar, po në këtë sallë, ne kemi prezantuar projektin e vjetarit artistik shqiptar. I pari në llojin e tij dhe që synon të ofrojë një pasqyrë të jetës artistiko-kulturore në vendin tonë përgjatë historisë së tij. Nuk kam dyshim se kjo enciklopedi e re e filmit shqiptar do të jetë një burim i vyer për ne teksa finalizojmë ose më mirë vazhdojmë punën mbi këtë projekt të rëndësishëm. Unë nuk do të flas gjatë, do t'ja lë vendin zonjave që kam për krah, po shkurtimisht për të përshkruar pak si do zhvillohet ky event. Si fillim do të jap fjalën Irinit, e cila do të na flasë shkurtimisht mbi konceptimin dhe strukturimin e librit, si dhe sfidat me të cilat ajo u përball gjatë realizimit të punës. Pas Irinit fjalën do ta marrë profesorja asociuar Merita Sauku Bruci dhe zonja Natasha Lako, të cilat do të na flasin shkurtimisht mbi rëndësinë e këtij punimi dhe risitë që ai ofron. Irini, Merita dhe Natasha do të flasin dhe rreth 10 minuta secila, në mënyrë që në fund të kemi një hapësirë prej rreth 30 minutash për publikun. Kushdo që dëshiron të thotë diçka, dhe e di që kemi shumë dashamirës këtu, dhe shumë njerëz të kinemas shqiptare, të cilët duan të thonë diçka, mund të vi dhe të flasi këtu në podium. Do kemi gjithashtu një mikrofon që do qarkullojë në sallë. Kështu që nëse dëshironi të flisni nga vendi ku jeni ulur, thjesht ngrini dorë se do t'ju vi mikrofoni. Okej, jemi në rregull. Më duket Irini, fjalën e ke ti. Së pari dua të përshëndes të gjithë të ardhurit sot këtu, që nga kineastët, përfshi aty skenarist, regjisor, operator, montazhier, punojës të arkivit shtetëror të filmit, ish ministra, ish deputet dhe shumë miq dhe shokë që na kanë ardhur edhe nga Përtejdetit, nga Lioni, si për shembull Saimiri, për pjesëmarrjen tuaj në këtë promovim të enciklopedisë së filmit shqiptar, një vepër e cila ka zgjatur afërsisht 10 vjet për të finalizuar më së fundi sot në pranin tuaj, dhe unë jam shumë e lumtur pra që jeni dhe njerë këtu po e përsëris. Së pari, dua të falenderoj bashkëpunëtorët e mi, sepse një vepër e tillë nuk mund të bëhet vetëm, pavarësisht se unë jam domethënë ajo që kam drejtuar, e kam shkruar, por pa bashkëpunimin e punojësve të arkivit shtetëror të filmit, si redaktorën e fondit filmik Eriona Vyshka, apo ish drejtorët e arkivit të filmit që nga Abbas Hoxha që e kemi sot këtu, Elvira Diamanti, Iris Elezi, Marinela Andria, po dhe punojëset e tjera që punojnë në arkivin shtetëror të filmit, të cilat më kanë ndihmuar me përkushtim për çfarë unë kam kërkuar. Pavarësisht se unë kam qenë aty vetë punojëse dhe kam parë vetë nga afër gjërat, po kishte edhe gjëra të tjera, sidomos kartela teknike të cilat administrohen nga të tjerë, domethënë punonjës. Pas një pune disa vjeçare në ushtrimin e profesionit të dashur të mësuesit dhe redaktore stenografe pranë kabinetit presidentit të Republikës dhe Këshillit Lart Drejtësisë, kisha dëshirë shumë, domethënë, që të punoja si arkiviste në Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit. Nuk dua të vlerësoj veten time, por të gjithë e dinë që Sekretaria Arkiva e Kino Studios, e Alba Film Studios dhe Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit nuk ishin të sistemuara, as biblioteka dhe fototeka, kështu që mu desh të bëj një punë para përgatitore, po i quaj, për e cila do t'ite bazat
e para për realizimin e kësaj enciklopedie. Si fillim shkruajta një film në një gazetë në vitin 2012, kur festoi 65 vjetori i krijimit të ndërmarrjes kinematografike shqiptare dhe përpasoi edhe të arkivi filmit që u botua në vitin 1912. Ajo do të ishte edhe si thua gurtë e themelit për enciklopedin që vinte dhe rritej brenda meje, duke trajtuar si fillim filmat artistik. Dua të them këtu që filmi artistik është trajtuar edhe nga vetë drejtori ish arkivit filmit Zotja Baz Hoxha, por unë mendoja se kishte disa mangësi, sidomos në mungesën e disa filmave dhe pastaj sigurisht që mbas asaj enciklopedie janë realizuar filma të tjerë që mendoj se do me thënë e kishin dhe ata të drejtën të përfshiheshin në një enciklopedi të filmit shqiptar. Mendova që këto filmat dua të theksoj që së pari kam trajtuar filmin artistik. Dhe jam përpjekur që të fut aty dhe element të tjerë të cilët nuk ishin trajtuar, si për shembull kodin e referencës. Kështu unë e mendoja që kodi i referencës së filmit do të ishte tepër i rëndësishëm, sepse në bazë të këtij kodi, filmi merrte një vlerë më të madhe, është tamam si karta e identitetit që ne kemi një kod reference, kodin e identitetit, dhe së dyti, ai do të lidhej pastaja edhe me filmat e tjerë, të cilat do të kishin lidhje pasgjithshmërisht me filmat e tjerë, të cilat unë do t'i trajtoj edhe më poshtë shumë shkurt. Pastaj pasi mbarova filmat artistik, të cilat janë në 2 kapituj, filmat domethënë në 35 mm, por edhe filmat digital me metrazh shkurtër, fillova të bëja filmat vizatimor sepse nuk ishim asnjë domethënë botim për filmin e animuar, që e them edhe filmi vizatimor dhe filmi animuar, dhe ajo më jepte shumë kënaqësi, dhe po ju them një çudi që sa herë që lodhesha, i rikthesha gjithmonë filmave të animuar, sepse ato janë bazuar në legjenda, shprehje popullore dhe më jepnin shumë kënaqësi në përmbajtjet e tyre. Dhe sikur shplodhesha duke i lexuar ato dhe i falenderoj shumë të gjithë ata që kanë punuar me filmin e animuar dhe që të gjithë e kanë emrin këtu. Pastaj kalova tek filmat dokumentar dhe filmat kronikal. Mirë, po nuk ishte e mjaftueshme kjo. Her pas here shikoja që duhej patjetër të paraprihej nga një histori, sepse këto filma ishin krijuar nga si thua nga producentë të ndryshëm, nga Kino Studio, Alba Film Studio, Qendra Kombëtare Kinematografike, por filmat ishin krijuar edhe më herët, kështu që vendosa të shkoj në Arkivin Qendror Shtetëror, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, dhe të studioj aty për një vit rreth 2000 ca dosje, të cilat do të më vlenin për pjesën historike, e cila është 160 flet dhe është e bazuar e gjitha në dokumente arkivore dhe jo në interpretimin tim. Të gjitha janë me footnote dhe mund të vazhdoj, domethënë studimi mbi një temë të caktuar, nëse do të ketë më mbrapa qoftë studiues, qoftë mësues, qoftë ardashës, për të studiuar më tej rreth dokumentave të cilat unë i kam, domethënë, në pafundësi. Secili film ka një bibliografi të pasur me procedurvalet e mbledhjeve të Këshillit Artistik, me gazetat që flasin për të, por edhe me të dhëna nga Arkivi Qendror Shtetëror, që është pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave. Filmi është trajtuar, domethënë, si një vepër e madhe brenda kësaj vepre, duke në fillim vendosa që të vendosja se si do ta trajtoja një film. Dhe sigurisht ajo do të ishte me kodin e referencës, me minuta, metra, me kolor, pastaj do të ishte producenti viti, pastaj gjithë grupi realizues që nga skenarist deri tek grimjori dhe tendyquesi. Kam respekt të madh për të gjithë prapavijën dhe dua të them që në këtë enciklopedi gjejnë veten të gjithë ata që kanë kontribuar për filmin shqiptar, qoftë punonjës Kino Studios, qoftë punonjës të Radio Televizionit Shqiptar. Dhe edhe, domethënë, student të Akademisë Arteve, Fakulteti Artit Skenik dhe të Akademisë Marubi. Si përgjegjëse sallës së leximit dhe fototekës së bibliotekës në kontakte të vazhdueshme me studiues të ndryshëm që vinin për studiuar në sallë, gjendesha shpeshherë në vështirësi
kur nuk u aplotsoja dot kërkesat e tyre të shumta që kishin lidhje me filmat kronikal, dokumentar, artistik dhe të animuar, si kur ata kërkonin kur ishte bërë premiera, në çfarë festivale ka marrë pjesë filmi, çfarë dokumentacioni shoqërues kemi, si dhe dokumenta tjera që kishin lidhje me bazën ligjore, këtu po e theksoj bazën ligjore, kur ishin krijuar institucionet. Dhe për këtë unë kam studiuar shumë dosje në arkivin, në mënyrë që të gjitha institucionet të ishin me vendim të Këshillit të Ministrave se kur ishin krijuar. Dhe po ju them dhe një çudi të madhe që isha akoma duke studiuar rreth 12 ca dosje rreth një viti, kur vjen një nga punojësit e sallës së leximit dhe më thotë, Irini, sa do vazhdosh akoma të studiosh këtu? I thash, do të vazhdoj të studioj derisa të gjej vendimin e Këshillit të Ministrave për krijimin e Kinostudios Shqipëria e Re. Më tha mua, po sikur kemi atë 10 korikun, okej, thash 10 korikë është bërë inaugurimi dhe dua të them që Kinostudio është krijuar për 355 ditë, pra asnjë vit, sepse kemi të dhëna nga gazetat e shumta që tregojnë kur kur filloi inaugurimi, fillimi të punimeve, kur mbaroi e të dhëna të tjera, të cilat janë shumë të rëndësishme dhe ju do t'i lexoni këtu dhe shpresoj që t'ju kënaqin. Kështu, pasi kalova dhe një dosje tjetër, më doli dosja e radhës dhe për çudinë time doli vendimi i Këshillit të Ministrave në 2 gusht të 1953 për krijimin e Kinostudios Shqipëria e Re. Atëre e mbylla me aq në arkivin qendror shtetror të filmit, tash mjafton me kaq dhe fillova për punimin e tyre, sepse ato, do të thënë, dokumenta dilnin të përzjera dhe ti pastaj duheshe ti fusje në kategori të ndryshme, ashtu siç e kisha krijuar unë pas hyrë lëndore. Shpeshherë më është dashur dhe të ndryshoj pas hyrë lëndore në varësi të dokumenteve që gjeja. Studimi 32 proces verbaleve të mbledhjeve të cilat kanë afërsisht 500 flet secili, ka qenë shumë i rëndësishëm për mua, sepse aty trajtova në filmat artistik për herë të parë titujt e filmave të punës. Për shembull, nëse unë do t'u thoja Aratisja ka qenë një skenar i kujt filmi, a mund ta gjeni? Është një, domethënë, skenar i parë, mund ta quaj titull pune i filmit Lulkuqjet mbi mure, bazuar në veprën në novelën e Petra Qavsezit Bonjakët. Apo Midis dy dashurive, edhe albumi përmban këtë titull. Kështu që ishte domosdoshme në mënyrë që të bëje lidhjen që albumi edhe sot, për shembull, është Midis dy dashurive. Po ka qenë titulli i parë i filmit Njeriu i mirë. Kemi tituj pune shumë të bukur dhe gjatë leximit juve mund të vini edhe, domethënë, të zgjidhni nga këto tituj e thoni, pse nuk vun këtë titull, po vun këtë titull. Këto proces verbale të mbledhjeve do të më ndihmonin gjithashtu për të trajtuar kapitullin Skenar të paralizuar, të cilin e kam darë në 6-9 kapituj dhe është tepër i rëndësishëm dhe do ta shikoni që ju do të kënaqeni. Mendoja në fillim fare të gjeja një 10 skenar të paralizuar, por ata vajtën rreth 300 e ca. Më pas do të kaloj në trajtimin e filmave artistik dhe dokumentar televiziv, dhe për fatin tim aty gjeta një punojse shumë të devotshme, Suelën, të cilën e kemi këtu të pranishme, e cila më ndihmoi për të vendosur kodet e referencave të filmave televiziv artistik, që janë të shumë, rreth 213 filma artistik televiziv, edhe ato i kam trajtuar me shumë besnikëri dhe me shumë dashuri, dhe filmat dokumentar. Theksoj këtu që filmat dokumentar pastaj u pasuruan dhe nga bashkëpunimi me kineastët, të cilët i kishin realizuar ata vetë. Shtoj këtu Esat Musliun, regjizorin, Ylli Pepon, Mevlan Shanën dhe shumë kineastë të tjerë të cilët me dashamirësinë e tyre më ndihmuan, më dhanë materiale të cilat unë i rendita sipas viteve. Po shtoj këtu shpejt e shpejt që çdo film është trajtuar kronologjikisht. Vështirësi të mëdha kam patur në përzgjedhjen e formatit, të cilin mendoj që tani ka arritur në një format shumë të mirë, por edhe si do të realizoj treguesi emëror. A mund të ishte për shembull mbi emri një personi si, do me thënë, kur themeli për të ndërtuar një tregues emëror, unë mendoj se jo, atëre vendosa që treguesin emëror ta ndaj në për institucione, do me thënë, do të trajtoja në fillim fare punojësit e Kinostudios Shqipëria e Re,
dhe do ta shikoni vetë se sa punonjës ka dhe se cili prej tyre filmat që ka bërë, pastaj të punojësit mbrapa, mbasi pushoi së qeni Studio Alba Film që ishte vazhduese e Kino Studios dhe hyn tani kineastë të tjerë, skenaristë të tjerë, montazhier, grimjorë të tjerë dhe ata kanë treguesin e tyre emëror. Pastaj kalova tek treguesi emëror i studentëve të Akademisë Marubi, që falenderoj këtu zotin Kujtim Çashku që më lejoi të studioj filmat e studentëve, pasi unë quaja të domosdoshme që ata ta kishin filmin e tyre të parë diplom, sepse neve kërkonim, unë kërkoja me ngurë cilat ishin filma diplom, për shembull të Viktor Gjikës, të Dimitër Anagnostit, të Kujtim Çashkut, të Hysén Akanit, dhe pse të mos kemi një libër ku kineastët tanë të cilët janë rritur profesionalisht, kanë edhe filmat e tyre diplom dhe kështu një tregues të rëndësishëm pra zën edhe studentët e Akademisë Marubi dhe të Universitetit të Arteve. Falenderoj këtu Bora Yllin edhe Kujtim Çashkun, ndërsa në Akademinë e Arteve më ka ndihmuar shumë Ilir Çelmeti që ka qenë dhe nxënësi im, të cilin e falenderoj pa mas, por në pamundësi për shkak të një shëndeti të një operacioni ai nuk mundi të vinte. Trajtimi i filmave të studentëve të Universitetit të Arteve të Akademisë Marubi pra ishte shumë i vështirë sepse ajo u bazua vetëm në filma dhe jo në dokumente arkivore. Trajtimi i skenarëve të paralizuar, e thash, në enciklopedi kam trajtuar dhe festivalet e filmave dhe janë plot 13 filma për festivalet artistike dhe 5 për filma dokumentar dhe trajtimi i filmave të censuruar ka qenë tepër i vështirë sepse nuk ka patur shumë dokumenta të shkruara dhe unë jam përpjekur të gjej edhe në arkivin e shtetit, por edhe në arkiva gojore, të cilat i ka marrë për bazë vetëm kur ka qenë vetë regjizori apo domethënë i pranishëm në film. Vështirësitë kam qenë të mëdhaja, përdorja e disa emrave nga aktorët apo dhe nga punonjësit që kanë mbajtur dhe mbiemrin e vajzërisë dhe mbiemrin e burrit, e bënte pak të vështirë për të gjetur filmat për treguesin emëror në fund fare. Dhe një vështirësi tjetër ka qenë edhe kur në bazë për shembull të një vepre janë krijuar disa filma, sigurisht kodi i referencës do t'i lidhte këto filma me njëra tjetrën. Dhe po përmend këtu, për shembull, bazuar në Gjenerali Ushi së vdekur, kemi një film dokumentar dhe 3 filma artistik, 2 shqiptar dhe 1 të huaj dhe 2 skenar të paralizuar. Kështu që unë desha që nëpërmjet kodeve të referencave, ato që janë dhe të tjerat cilat i vendosa unë për të identifikuar, të bëj lidhja e tyre me njëra tjetrën. Arrita kështu më në fund, për t'ju lënë fjalën edhe konsulentes time shkencore, cila më ka ndihmuar hap pas hapi, dhe që ka qenë dhe shoqja ime edhe e shkollës, po edhe është punonjëse e Akademisë së Shkencave, zonjë Merita Sauku dhe më pastaja zonjë Natasha Lako, skenariste, redaktore dhe drejtoreshe e arkivit shtetëror të filmit, e cila domethënë e krijoi këtë institucion pas kalimit nga Kino Studio, ishte drejtoresha e parë e arkivit. Dhe falenderoj për reqencën shumë të ndjerë dhe profesionale që ka bërë. Ju falenderoj dhe njërë nga zemra të dashur kineast, miq zonja dhe zotërin që më nderuat me pjesëmarrjen për promovimin e enciklopedisë filmit shqiptar. Më falni atëre. Emocion. Enciklopedia e filmit shqiptar përfundoi dhe unë mendoja se ku do ta botoja librin. Dhe vendosa të shkoja në Durrës tek shtëpia botuese Jozef, sepse ata kishin realizuar filma enciklopedik dhe për mua ishin nga më të mirët. Dhe aty gjeta me të vërtet një grup punonjësish të shkëlqyer, në krye Aurel Kaçulini, i cili është edhe drejtori i shtëpisë botuese, dhe së bashku me të birin e tij Josef Kuçulini, ndërsa përpunimi grafik është bërë nga Drini, dhe Drini të lutem mund të ngrihesh në këmbë, sepse jeni ju ai që keni qëndisur këtë libër. Ka punuar me përkushtim rreth 50 ditë me mua, nga mëngjesi deri në darkë. Unë shkoja me 6 autobusa vajtje ardhje, por
ai rinte me orë të tëra me mua duke punuar dhe them që ka bërë një punë të shkëlqyer, do ta shikoni se sa e thjesht është dhe se sa do me thënë me profesionalizëm është punuar. Faleminderit Irini. Vazhdojmë me Meritën. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që keni ardhur. Puna të cilën do ta promovojmë sot është një nga ato punë që flet vetë dhe ai që e lexon. Së pari duhet të hesht, të meditoj dhe të kuptoj se çfarë përmase ka kjo punë dhe pastaj të gjej të gjithë përgjigjet e mundshme të pyetjes që ai ka. Unë jam shumë e lumtur që kjo vepër, që në fakt është një rrugtim në arkivat shkencore, në arkivat e Shqipërisë, është në fakt një punë jete e koleges Irini Asqeri, kurse ne nga rinia jone e hershme e njohim si Irena Llukani. Pa dritën e botimit në një format shumë elegant, të përgatitur mirë dhe të punuar me shumë kujdes për t'i qëndruar në krah nivelit përmbajtësor të veprës. Përvoja e punës me arkivat, njohjet e afërta me kinemat e filmat, pasioni, kujdesi, përgjegjësia dhe përgjegjshmëria për të trajtuar njësoj si thelbin ashtu dhe detajin, si punët e krijuesve të njohur ashtu edhe të studentëve, si dosjet arkivore ashtu dhe botimet e shtypit, I japin veprës gjerësi në përfshirje, thellësi në trajtim, besueshmëri faktike dhe një karakter shkencor të patëmet. E kam ndjekur veprën në gjenezë dhe kam parë se si janë rritur e zgjeruar argumentet dhe fushat e trajtuara, kapitujt e nënkapitujt, me dëshirën për të qenë gati shtërruese në pasqyrimin e fakteve dhe të dhënave. Zgjedhja e kastent dhe e mirë menduar, duke ia lënë dokumentit të drejtën të rrëfej e të faktoj, e bën këtë vepër të besueshme në referim dhe të shfrytzueshme që nga studiusit e mirëfillt, punonjësit e fushave të artit, kinematografik, e deri tek specialisti, punonjësi më I thjesht e lexuesi kureshtar. Autoria në hyrjen e saj shprehet se në 2120 dosje të përzgjedhura gjatë një studimi një vjeçar në Arkivin Qendror të Shtetit, do të ishin baza një studimi më të thelluar për 490 dosje, me 27 deri në 337 flet secila, të cilat do ta ndihmonin me të dhëna interesante që ajo ka trajtuar në pjesën historike, duke ruajtur dokumentin të paprekur. Kapitulli 1, 2, 3, 4 është ndërtuar tërësisht I bazuar në pasqyrimin besnik të dokumentit arkivor me referencat përkatëse, janë 555 referime në fund të faqes, duke hedhur dritë kështu mbi historikun e ngritjes së kinemave, me të dhëna dhe me shumë foto, deri në shtetësimin e tyre në prill të 47-s që solli dhe krijimin e ndërmarrjes së parë kinematografike shqiptare. Nuk ka qenë vetëm një trajtim ose një studim nëpër arkiva, po dhe në shumë biblioteka të rretheve, Korç, Vlorë, Gjirokastër, po edhe në bibliotekat kombëtare të Tiranës, të Shqipërisë, po edhe në bibliotekat e universiteteve. Autoria ka shfrytzuar fondin e skenarëve të paralizuar, 80 skenar për film artistik dhe 40 skenar për film dokumentar, 32 bloqe të proces verbaleve të mbledhjeve të sektorit redaktësisë, 13 dosje të festivaleve të filmit artistik, 102 katalog festivalesh të tjera të organizuara. Në këtë enciklopedi është trajtuar I plot fondi filmik shqiptar, të cilin e ka vizualizuar krejtësisht. Bëjmë përjashtim vetëm filmat dokumentar në formatin 35 mm që janë vështirësisht të konsultueshëm sepse janë ende të pahedhur në format digital. Ka vizualizuar 1007 filma kronikal, 974 filma dokumentar, 22 filma dokumentar në kasetë të depozituara në QKK, 77 filma dokumentar në format digital, 325 filma artistik me metrazh të mesëm dhe të gjatë, 35 mm, kartelat teknike dhe kartelat filmike, 15 filma në kategorinë bashkëprodhim në minorancë, 90 filma artistik me metrazh të shkurtër në format digital, 201 filma të animuar në 35 mm, 38 filma të animuar në format digital, gjithashtu 198 filma artistik televiziv dhe 490 filma dokumentar televiziv. Kjo për të parë në çik për masat e punës që është dashur të bëj.
Përveç volumit madh të punës, do të cilën vëmendjen tuaj edhe një veçori tjetër të autores, paraqitjen me ftohtësi dhe distancim, që vetëm një historian di dhe mund ta bëjë. Rasti më i mirë që mund të sjellja ishte ai kinema teatr Savoja, që më pas u quajt kinema teatr Kosova, më pas teatri kombëtar në të njëjtën godinë në Tiranë, është teatri që ka shënjuar njëkohësisht ka qenë edhe skenë e gjyqjeve speciale kundrejt 60 personave të shpallur si kriminal lufte dhe bashkëpunëtor të pushtuesit, si kolaboracionist, dhe njëkohësisht faktin që kjo ndërtesë u prish tërësisht në orën 4 të mëngjesit të datës 17 maj 2020 në Tiranë në kushtet e ndalim qarkullimit. Ky informacion arkivor i dokumentuar në kinemat në Shqipëri deri në vitin 1947 dhe i shoqëruar dhe nga studimi i shtypit të kohës lidhur me shfaqjet filmike apo teatrale, përbën një vlerë të shtuar të kësaj enciklopedie. Paraqitja dhe respektimi i referencave filmike, si ato që ekzistojnë në kartelat e filmit të verifikuara, arkivore, apo në kartela teknike, apo të vendosura nga autoria sipas të njëjtit model, aty ku ato mungojnë, ndihmon shumë në lehtësinë e konsultimit të enciklopedisë. Por jo vetëm, ato rrisin mundësinë e rrimarrjes së tyre në trajtimin e kapitujve të ndryshëm dhe paraqiten në mënyrë sa më të plotë të përmbledhur, si dhe zhdorvjelltësojnë studimin e materialit të paraqitur. Ndihmon shumë dhe një listë shkurtesash për referencat e grupeve të filmave dhe të emërtimeve të institucioneve që paraprin botimin. Kam sjell këtu rastin e regjisores, për shembull Xhanfise Keko, që është në treguesin emëror, ka të dhëna që nga data e lindjes edhe e ikjes nga kjo jetë, por të tërë CV-n e saj dhe njëkohësisht referencë me të tëra filmat dhe punët që ajo ka bërë, vlerësimet që janë për të, botimet që janë për të, pra ka shumë informacion brenda një emri të vetëm. Vështirë të dallosh në këtë enciklopedi se cili kapitull është më i rëndësishëm dhe cili më pak i rëndësishëm. Studimi i fondeve personale dhe 10 fonde personale po në arkivin qendror të filmit apo në arkivin qendror të shtetit do të blende për krijimin e treguesit emëror që është ndarë në 25 kategori dhe ka për bazë deg veprimtarie dhe brenda asaj një renditje alfabetike. Treguesit emëror janë pjesa më e lodhshme, mendoj, janë punuar njësoj me të njëjtin pasion dhe durim për t'i paraqitur kujdo kontributin që i takon të gjithë komponentëve nga krijuesit e shumt, skenarist, redaktor, regjisor, aktor, redaktor muzike, piktor filmi, animator, piktor kostumesh, kino operator, regjisor montazhi, montazhier, formulues muzike, operator zëri, punonjës të reparteve të dekoreve, piktor, grimjor, kostumier, rekuizitier, rrobaqepës e deri punonjës të administratës e punonjës mbështetës. To të lodhin të lexosh, jo të punosh për to. Për shembull, do të veçoja në njësitë e treguesve emëror, maksimalen e ka treguesi emëror i aktorëve shqiptar, janë 1809 persona për cilët bëhet fjalë, apo Kinostudia Shqipëria e Re me 932 njësi. Por janë të tërë institucionet e përmendura në enciklopedi ka të dhëna të tilla. Ajo që mund t'i them në fund të kësaj fjale autores është se mundi i saj është të shpërblyer katërcipërisht. Kjo vepër do të shërbejë si një burim informacioni i sigurt, jo vetëm për studiuesit e fushës, por besoj dhe për ata që do të marrin përsipër hartimet e fjalësit të fushës së artit kinematografik, dhe këtë e kam për Qendrën e Studimeve të Artit, në projektin e enciklopedisë që drejtohet nga Akademia e Shkencave. Me këtë vepër e dashur Irini i ke dhëruar një monument të hyer historisë së Shqipërisë, pas të rrugën e mbar vepra. Shumë faleminderit studiueses Merita Sauku Brusi, po e lë fjalën Natashës. Faleminderit. Është ngjarje e bukur që kjo akademi, si të thuash, çel rrugën e kësaj enciklopedie kaq të rëndësishme. Sepse mendoj që Akademia e Shkencave dhe Artit shqiptare ka shumë borxhe kinematografisë.
Shumë, shumë, shumë. Dhe del jo çuditshëm, as papritur, as befasisht, një emër, Irena Asqeri, që përballon atë gjë që duhet kishte bërë akademia dhe tërë fusha shkencore për artin në Shqipëri. Pra, ka vetëm një emër që përballon këtë punë kaq të madhe, këtë përgjegjësi kaq të madhe. Dhe kjo mua më ka befasuar që në fillim, kur e kam parë, kam thënë, si ka mundësi të kesh këtë skrupulozitet, këtë disiplinë shkencore, këtë dashuri për artin, si veçanërisht vetëm një Irene Asqeriu mund të bënte dhe fakti është që e bëri Irena Asqeriu. Unë nuk dua të zgjatem, sepse unë kam folur në parathënien që kam bërë, dhe dëshiroj të them që gjithë kjo punë e pafundme në dokument, sepse dhe filmi është dokument, është paraqitur aq me udhësi sa ka ndërtuar tërë greinën historike, shpirtërore, konstitucionin e shoqërisë shqiptare të ngjashëm për kinematografinë, të ngjashëm me qarkullimin e ujit. Rrez, Avullon, Petshi, kthehet prapë të gjitha këtu i kanë jeta e kinematografisë shqiptare. Nuk më bëjnë në përshtypje shumë personalisht shifrat, sepse shifrat nga do njerë do në bëjnë që të lumturojmë më shumë se sa për ndonjë nga kolosët më të mëdhenj të kinematografisë shqiptare, të detyrojnë në një mënyrë masovike të përmendësh, sepse je në mënyrë objektive, si të thuash, në një fushë ku edhe një student që është haruar, po ka bërë një film, mund të vi ditë të thotë, unë kam qenë i barabartë me filanin apo filanin. Mirë po ata që kanë vdekur, kineastë shqiptar, janë shumë zëmbërgjerë, sepse presin nga të rinjt shqiptar dhe e di që atje ku janë thonë mirë, më shumë mirë që janë bashkë të tërë, sepse kinematografia shqiptare nuk është e një personi, është vepër kolektive, është mund djerës e tjera. Të ashtë unë pa e zgjatur shumë, po duhet flasë për anën emocionale të kësaj pune, sepse besoj se nuk do ishte kjo studiuse, që kemi sot për para, pa të lidhje të ngushtë që ka ajo nëpërmjet bashkëshortit të saj me artin, pavarësisht se janë lidhur, pavarësisht se kanë punuar, po ndjehet sigurisht, sepse është një vokacion i përbashkët. Edhe e them këtë, duke mbështetur nga të dhënat e Irenës. Kam lexuar jo befasisht, sepse unë kam bërë punët e mia për 10 vjetë në arkivin e filmit, emrin Aristidit që ka qenë pronari parë me koncesionerët e parë, sepse ishën pronarë të kinemave të parë nga vitet 27. Dhe nuk del kot, se ne da njerë nuk i lidhim gjërat, nuk del kot edhe emri drejtorit Aristid më vonë, sepse ka ca lidhje të çuditshme, të brendshme, që s'varen as nga politika, varen nga konstitucioni shpirtëror i një populli, dhe ne shumë merë se këtu përshkoj shumë kinasë që kanë edhe vazhdimësinë krimtare në tyre ose familjare, dhe shumë merë unë ndjej vrerin edhe dhe njerë mlefin, pikërisht godasin atë që është me bukur, atë kontinuitet të brenda shpirtit kryus të një populli. Dhe, për shembull, këta janë fëmijë regjizorësh, këta janë kështu, jo, mor ka një kontinuitet, ka një shpirt, le të dalë një tjetër. Deli Irena, sepse e ishte e lidhur, nuk po them, dashuria e Irenës ka qenë ndoshta që e lidhim, edhe për artin ndoshta e lidhim, po është e ndërvarur. Pra ka një brum të brendshëm që ngadonjëherë ne e mallkojmë. Ne e mallkojmë ngadonjëherë atë që është më e bukur. Edhe nuk e di se çfarë bëjmë. Dhe këtë unë
e them me plot gojë që kjo dashuri e madhe për kinematografinë është në të gjithëve, dhe kjo dashuri e madhe duket në gjithçka në këtë studim. Por këtu prap duhet të them këtë që juve keni dëgjuar ose rastësisht që një këmbar e artë e dakëve, këmbar Florieri, u vodh në një ekspozit, në një muze në botë, në Evropë më duket. Pse? E para që mund të kem vjedhur vetë rumunët, fjala vjet, por e dyta është që Ballkani ka dëshmi shumë të mëdha, shumë të thella të një kulture të jashtëzakonshme, siç e kemi edhe ne shqiptarët. Dhe ne nga të njerë na kategorizojnë atje ku unë nuk po them se si dhe se qysh, se s'merrem me politikë, po na kategorizojnë vetëm për të futur në emigrantë, sepse nuk na e dinë jetën, nuk na e dinë kulturën, nuk na dinë kush jemi. Dhe ne pikërisht ju themi ata që jemi, kemi kulturën tonë dhe merrem me mend që në 26, në 27, se ai do më korrigjoj, frazat e para për shfaqjen e filmave kishin vokacionin shqiptar për të hyrë në Evropë, thonë ata. Ne po shfaqim filmat sepse ne jemi popull që dëshirojmë Evropën. Këtë se kanë thënë sot me fjalime politike, e kanë thënë në 20-ën kur ne sapo kishim krijuar shtetin. Pra është një vokacion i tërë dhe një thellësi e madhe kulturore. Dhe këtu duhet ta mbyll me një çudi time personale, për këtë vokacion kaq të madhe, dashuri të madhe për kinematografinë, që për mua është si një lloj si të thuash, filmi për mua mos bëhet një blasfemi i sotëm, edhe në botë, po edhe shqiptar, dhe zëvendëson periudhën e ikonave, ikonoklasin. Është një vepër aq e madhe, botërore dhe dëshmi shqiptare. Dhe për këtë duhet them, isha në një familje dhe po flisim për gjyshin tim. Ai ishte ruajtës i kodikëve të Beratit, pavarësisht se përmend njëri emrin, dhe më thanë ata të fisit tim. Thanë, tha, e di kur ka ikur gjyshi tënd, ka vdekur në 53-shin, tha, në Berat po qirosh e filmi Skënderbeu. Kujtimet për gjyshin tim lidheshin që ai kishte vdekur atë ditë. Atë ditë që po xhiroshin, mbaj më mend rrugët ku po ecnin ata kamermanët, mbaj më mend Viktor Stratoberdën, që është dënuar dhe është asistent regjisor dhe e përmend sigurisht se një vend merituar, pikërisht për kjo që tregon se sa thellë është kjo dashuri e madhe për filmin shqiptar dhe për kinematografinë shqiptare, dhe prandaj do jetë sigurisht pikë referimi e madhe, por unë e përgëzoj në rast të parë për vullnetin e madh për dokumentacionin jashtë botës në kusht Kino Studios, por ama që tregon të tëra të konjunktur të mbrojtjes ose goditjes, ose ëndrës, ose të ardhmes për filmin shqiptar. Faleminderit. Që t'i lëm edhe hapësirë publikut. Uroj për këtë punë që zvendëson ndoshta punën e një 30 vete dhe kur të ishim pas Irenës. Është punë e pafundme, e papërsëritshme. Irena, nëse bën dot njëri vetëm pyetje. Faleminderit. Atëherë kemi falenderoj gjithë panelistët, kemi 15 minuta kohë për komente, pyetje, përgjigje nga publiku. Siç thash në fillim, kush dëshiron të vi të thojë 2 llafe, ju lutem sa më shkurt, mund të vi këtu në podium dhe të flasi, përndryshe kemi edhe një mikrofon në dispozicion që mund të vi tek ju. Po patjetër. Sa më shkurt ju lutem. Do të prezantojnë të vetë. Duhesha të flas pak për bashkëpunimin në 3 mujor, po që kemi pas me autorin. Që ditën e parë që bëm në takimin me zonjën Irena dhe zotin Bujar, parë që isha përpara një vepre shumë të rëndësishme, jo vetëm të kinografisë shqiptare, por të gjithë enciklopedive që janë paraqit deri sot. Kisha një përgjegjësi për të paraqit librin sa më mirë, se
Irena për na besonte punën 10 vjeçare të saj. Na e bëri shumë të lehtë të bashkëpunim, pasi me në këmbënguljen e saj ajo ka ardhur çdo ditë gjatë tyre të 3 muajve në shtëpinë tonë botuese në Durrës, ka punuar me të gjithë në stafin tonë për 3 muaj rresht, nga mjesi deri se sa ne lëshim punën rreth orës 4:30, dhe e pash që Irena kishte në kokë gjithçka, domethënë që ne duhet ta paraqitshim. E kemi pas ndihmë shumë të madhe në gjithë përpunimin e veprës së saj, domethënë, dhe jemi do të përpjekur që t'ja respektojmë të gjitha, pasi Irena jo vetëm që do të tregoj vullnet, po ishte edhe shumë këmbëngulëse te kërkesat e saj. Shpresoj që ne t'ja kemi arrit që domethënë ta paraqesim këtë vepër ashtu siç e ka dashur edhe Irena. Dhe nuk kam që të them tjetër, vetëm falënderime që na dha këtë mundësi. Sa jetë shtëpi botuese më të mirë. E di që kam dëshirë të flasin zoti Esap Teliti, regjisor i filmave dokumentar artistik televiziv. Sa më shkurt, ju lutem që të kenë mundësi të gjithë. Po, unë kam shkruar 2-3 gjëra, thjesht për seriozitetin me të cilin ka punuar autoria në botimin e kësaj enciklopedie. Botimi i kësaj enciklopedie është një ngjarje e shënuar për gjithë historinë dhe kulturën tonë. Deri më sot tek ne nuk është botuar në këto përmasa një studim i tillë kaq i rëndësishëm dhe i veçantë për historinë e filmit shqiptar. Zakonisht, botimet të tilla kanë kërkuar dhe kërkojnë përfshirjen e një redaksie të tërë me njerëz, pasi ngarkesa është e madhe dhe e shpërndarë. Por ja që pas një punë të lodhshme e të mundimshme 10 vjeçare, studiuesja dhe historianja Irinia Asqeri na befason me botimin e enciklopedisë së filmit shqiptar 1904-2022, Historia e Shqipërisë në syrin e kamerës. Një titull që të ndjedh dhe të përgatit të futesh në labirinthet e panjohura të historisë së filmit shqiptar. Është një libër unik në llojin e vet, me një informacion të ri, të jashtëzakonshëm, fal një pune të vështirë e këmbëngulëse me plot sukses të autores Asqeri. Libri ka disa kapituj që nënvizojnë përmbajtjen e tij shumë interesante. Por unë do të ndalem në atë kapitull ku zonja Asqeri flet për fondin filmik të arkivit të radio-televizionit shqiptar me grupet dhe kodet e referencave, në të cilin futen filmat artistik televiziv shqiptar, filmat dokumentar televiziv shqiptar dhe filmat e animuar televiziv shqiptar. Unë si punonjës i televizionit dhe si unë shumë të tjerë punonjës, duhet i jemi mirënjohës dhe falenderues zonjës Asqeri për vullnetin e mirë dhe nxjerrjen në pa të punës së madhe krijuese që është bërë në televizionin shtetëror. Gjejmë një larmi të jashtëzakonshme titujsh dhe emrash, profesionesh që lidhen me filmin, e që vetëm për t'i numëruar të duhet shumë kohë. Kur njihesh dhe mëson për gjithë ato informacion që serviret, kupton për punën aq të madhe, të palodhur dhe plot vështirësi të autores. Kush nuk e gjen veten në këtë enciklopedi? Gjithkush që është marrë me filmin artistik, me dokumentarin dhe filmin animuar. Vetëm një studiuese dhe historiane si Irinia Asqeri mund të na sjellë të qartë e të plotë me vlera të pazëvendësueshme krijimtarinë filmike ndër vite. Ata që kanë punuar me filmin në televizion e shohin veten pjesëtar në këtë rrugtim artistik dhe historik. Ne ndjehemi krenar për këtë punë që kemi bërë. Deri më sot, gjumi i harresës po i bën të largëta dhe gati të mjegullta filmat dhe ngjarjet. Por në këtë enciklopedi, sikur gjithçka rilin, dalin në pa vlerat e asaj pune të jashtëzakonshme. Asgjë nuk pas ka humbur dhe asgjë nuk qen nga fshirë. Aty qen kanë të gjithë titujt dhe emrat, njerëzit e gjallë të vdekur, që vinë e bëhen dritë dhe japin frymë një realiteti të dikurshëm. E gjithë kjo për merit të punës
frymëzuese, plot pasion të Irini Asqerit, e cila si një arkeologe e kujdesshme ndërton mozaikun e bukur të kësaj krijimtarie filmike. Njihesh me etapat në për të cilat ka ecur puna në televizionin shqiptar. Materiali bazohet në dokumenta arkivore, gazeta, kartela, skeda, foto, dosje filmi dhe filma origjinal. Gjithçka e menduar, e studiuar, shkencore. Për të arritur të ky sukses i librit, është realizuar një komunikim i jashtëzakonshëm me një numër të madh bashkëpunëtorësh artistë që dëshmon seriozitetin dhe cilësinë e lartë të këtij libri. Po e them pa droje, se gjithkush që përmendet së bashku me veprën e tij në këtë enciklopedi duhet ta ndjej veten të respektuar dhe të vlerësuar për gjithë ato informacion që jepet në adresë të tij apo të veprës që ka realizuar. Kjo fal një kujdesi dhe skrupuloziteti në punë të vetë studiueses që kërkon të futet deri në detajet më timta. Mënyra se si është ndërtuar dhe konceptuar nga ana e strukturës kjo vepër ja bën shumë të lehtë punën çdo studiuesi apo gjithkujt që dëshiron të futet e të bëjë të njohur botën e madhe të imazhit filmik. Zoti Teli, dëgjuam në detaje për strukturën e veprës, kështu që t'japim mundësi edhe të tjerëve, se po mbaron koha që kemi në dispozicion. Mi dhe një koktejl më pas, Të veçantë flasim dhe thjesht. të veçantë dhe befasues në enciklopedi janë ato skenarë që nuk kanë mundur të realizohen si filma, apo vetë filmat që nuk kanë mundur të shfaqen, për arsye nga më të ndryshmet. Janë më shumë se një kuriozitet që të habit sot dhe të befason se aty ku mungon liria dhe dominon cenzura, muri i qëndrueshëm politik bëhet i pakalueshëm. Dhe në fund për ta mbyllur fjalën time, do të citoja vetë autoren Asqeri kur thotë se ky libër, pra enciklopedia e filmit shqiptar, që u ofrohet studiuesve të historisë së artit, punonjësve të artit kinematografik, pedagogëve dhe studentëve, mësuesve dhe nxënësve, gazetarëve të kulturës dhe artdashësve, qendrave arkivore e bibliotekave, do të jetë një libër pune dhe një burim i sigurt informacioni lehtësisht i shfrytëzueshëm. Urime për këtë vepër të mrekullueshme që na keni dhënuar Irena. Faleminderit zoti Teliti. Më duket kemi edhe një koment nga zoti Artur Dauti, regjisori i filmave të animuar. Dëshironi një mikrofon apo të vini? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Fakt, unë zoti isha unë këtu, sot duhet ishte një nga pionerët e parë të filmit animuar shqiptar, zoti Bujar Gabixhiu, i cili është një nga pionerët e kësaj gjinie, i cili filloi së bashku me dy kolegë të tjerë, Omi Vason dhe Blaž Drobonikun, për ta çuar këtë gjini nëpërmjet punës tyre dhe të leksioneve që na kanë dhënë neve në këtë stat ku është film animuar sot. Për fat, kemi një eveniment të vit që është 50 vjetori i filmit animuar. Dhe thoya që kjo enciklopedi është një dhuratë mjaft e bukur për këtë gjini. Sigurisht do të falenderoja në këtë rast punën 10 vjeçare të zonjës Irini për trajtimin e kinematografisë shqiptare, veçanërisht filmet animuar, pasi për fat keq filmi animuar në Shqipëri që nga dita e parë kur shkruar edhe deri më sot është trajtuar shumë pak. Për të mos thënë që mbas viteve 90 ajo pothuajse u abandonua fare. Nuk e di për çfarë arsye, që filloi me mediat, filloi ndoshta me vetë spektatori i cili i mungoi kësaj gjinie, për faktin se kjo nuk shfaqet më as në kinema, as në për televizione. Pra do thoya që thosh me këtë vepër filmi animuar shqiptar psoi një rilindje për sa përket informacionit që lexuesi dhe vetë studiosi do të marrin te kjo enciklopedi. Do të them që kjo enciklopedi të 160 faqet e saj ne gjejmë në mënyrë të detajuar atë që ka ndodhur gjatë këtyre 50 viteve në filmin animuar shqiptar. Thash edhe një herë, është një gjini pothuajse pa njohur, ka shumë pak informacion, ndërkohë që numëron rreth 270 tituj dhe janë miliona e miliona vizatime, të cilat kanë bërë që televizin me qindra personazhe në ekranin e madh. Pra është një punë kolosale të gjithë atyre njerëzve që kanë punuar në këtë gjini, është një gjini mjaft e vështirë, duket argëtuese, duket e thjeshtë, por gjithë kërkon një gjini që kërkon një punë të jashtëzakonshme nga të gjithë personat që kanë marrë pjesë
Ajo që është kryesor do të them që në këtë gjini ka pasur emra mjaft të njohur të artit dhe kulturës shqiptare, duke filluar që nga skenaristët, do të përmendja shumë pak emra sepse janë me qindra autorë skenarës, nga Naum Prifti, Gaxho Bushaka, Drejtora Golli e tjerë, do të përmendja kompozitorë të mëdhenj të muzikës shqiptare që janë Çez Zadeja, Limos Dizdari që ka filmin e parë, Robert Radoja e shumë tjerë që kanë marrë, Lalo dhe Peçi që kanë marrë pjesë si pjesë e muzikës e filmave të animuar shqiptar. Janë me dhjetra, me qindra piktorë, të cilët kanë realizuar vizatimet, kanë shkruar skenarët. Për fat të mirë kemi një nga skenaristët e njohur dhe shumë të vjetër të film të animuar shqiptar, zonja Vlasova Musa, kemi Luan Ramën, kemi Stavri Ponin e shumë tjerë dhe vetë autorët të cilët kanë shkruar skenarët e këtyre filmeve. Pra është një punë, është një masë e madhe autorësh të cilët kanë kontribuar në zhvillimin e kësaj gjinie. Dhe për këtë unë duhet të përgëzoja pa mas punën e zonjës Irini, që është një punë kolosale, ku janë të përshkruara me detaje të gjitha këta elemente të cilat unë përmenda. Pra, mënyrën si është punuar, mënyrën si është realizuar skenari, mënyrën se si është konceptuar skenari, mënyrën se janë konceptuar vizatimet. Pra, çdo gjë në atë profesion është bërë në mënyrë profesionale, pavarësisht mungesës së shkollës për këtë lloj gjinie. Nëse në vendet e tjera ka shkolla që shkojnë nga 5 deri në 6 vjet, në Shqipëri ka filluar në mënyrë autodidakte. Dhe nëse ky rezultat ka arritur këtu ku jemi, është fal punës kolosale, dëshirës, pasionit të dhjetra piktorëve, autorëve të skenarëve, kompozitorëve, punonjësve të prapavijës, siç ishin operatorët e zërit, montazhierët, piktorët e ekzekutues, aktorët. Po them pa frikë që këto filma kanë dubluar aktorët nga më të mirë që kemi ne. Faleminderit. Kamujo. Faleminderit, shumë faleminderit. Do marr, e di që jeni shumë të lumtur që jeni mbledhur këtu, po ne kemi mbaruar ndërkaq kohën që kishim në dispozicion. Do marr vetëm një koment fundit nga zoti Abbas Hoxha. Një fjalë do them, jo dy. Një fjalë vetëm. Më quaj kritikati, po sjell. Do të bësh. T'ju informoj për një gjë? Ne kemi, fal Jo. zonjës Irini dhe bashkëshortë të saj do kemi një koktejl. Ku mund të vazhdojmë të flasim, të diskutojmë edhe të shprehim gjithë. Vetëm një fjalë. Patroneka shkrimtar, po që kritikat. Ka marrë artit liceu të. Jo. Ati që ka bërë ajo do të mësojmë të tërë. Se është një mësim shumë i madh që të merr. Patjetër. Prandaj jemi mbledhur këtu. Faleminderit. Faleminderit shumë. Zot, komenti i fundit. Edhe për së fundit, do të uroj edhe një herë shumë suksese punës dhe veprës së zonjës Irini dhe uroj që kjo punë të vazhdojë sepse krijtaria do të vazhdojë, krijuesit do të punojnë dhe filmat do të vazhdojnë të krijohen. Faleminderit. Falmi, nuk po flas për librin se nuk e kam parë. Nuk e kam parë dhe edhe sikur ta shikoj fatkeqësisht nuk e lexoj dot. Por po them një dy fjalë në veçanti për autorin. Po në 53 vjet më parë, unë bëra një shkrim në zërin e popullit, do të na duhet shumë film arkivi. Ky u bë shkas që pas 18 vjetjet u ngrit arkivi si një institucion. E kisha konceptuar këtë arkiv jo thjesht një magazin, ose një institucion shkencor, i burim frymëzimi për të njohur me historinë e gjallë të kombërit nga shkrimtar, redaktor, gazetar, artista e tjerë me radhë. Krijova dhe një bibliotekë shkencore të quajtur dhe ja ngarkova një person që ta drejtonte këtë bibliotekë shkencore. Fatkeqësisht kështu në lafologji ishte filozof, por 17 vjet në atë sektor nuk bëri asnjë punë, por i lat gjitha revistat për tokë dhe Irena i gjeti të shtruara për tokë pa sistemuara. Qoftë revistat e huaja apo libri shqiptar e tjera me radhë. U desh të vinte Irena, një grua e pasionuar, një grua me vizion, një grua me pasion në fushën e saj, që të vinte rregull. Dhe ajo bibliotekë sot, pavarësisht se është një bibliotekë e vogël, se aq ishin mundësitë atëherë, është kthyer një bibliotekë shkencore. Ashtu sikurse Irena me dijenitë e saj influencoi dhe në një krijimin të një aparati shkencor të arkivit modern. Për këtë dhe pasionin e saj, unë e uroj suksese dhe të ketë krimtari tjetër, sepse ajo nuk i ka mbaruar pasionet e saj pavarësisht se ka dalë në pension. Urime Irena. Faleminderit zoti Oda. Atëherë kjo ishte pyetja e fundit, siç ju thash, është organizuar një koktejl për jashta, po përpara se të çohemi, do t'ju lutesha, zonja Afërdita Bufaj do të luajë një pjesë të fundit
para se të largohemi që këtu